Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, një problem që është bërë problem përgjithsisht për emigrantët shqiptarë këtu në Shtetet e Bashkuara, por edhe për bashkëdhetarët tanë në vendlindje, është vendimi i fundit i administratës Trump, i cili pezullon vizat për 75 vende për viza emigracioni. Këtë deklarat e administratës Trump ka shkaktuar mjaft shqetësime për mjaft nga emigrantët që jetojnë këtu, për personat cilët kërkojnë të bëjnë bashkim familjar apo janë pjesë e procedurave të green card. Në rubrikën tonë Fjala e Specialistit kam ftuar sot avokatin Renis Nushaj për të diskutuar mbi problematikën që shkaktoi kjo deklarat apo problemet e ndryshme që mund të hasin dhe se si t'i shmangin ose të dallojmë të vërtetat nga të pavërtetat, sepse ka mjaft instrumentalizime deri te deklarata politike, ja hoqën vizat Ramos apo njërit apo tjetrit. Problemi nuk është kaq i thjesht, por është një problem më tepër, mendoj se është një problem anës administrative. Si mendoni pse pikërisht në këtë moment administrata Trump bëri këtë deklaratë? Zot Rafael, s'pari një faleminderit për ftesën, është një kënaqësi të jem këtu prezant me ju si gjithmonë. Ju falenderoj tej masa. Normalisht kam përshtypjen që deri në një farë pike deklarata dhe ky moment nuk ishte aq e papritur duke pasur parasysh edhe deklaratat gjatë gjithë fushatës elektorale. Kjo ishte diçka që në një farë mënyrë ose tjetër ne e prisnim. Mënyra se si do të vinte në jetë dhe çfarë efekti do të kishte, sa i gjerë do ishte si diapazon në lidhje me vendimet dhe vendimarrjen e qeverisë në aspektet e migracionit, ajo ishte e panjohura. Tani kemi një farë deklarate që kemi aftësinë të analizojmë deri në një farë pike. Motivimi ishte mbetet motivimi gjithmonë që kishte qenë fillim presidenti, që ishte një motivim i bazuar ke besimi i tij që sistemi i migracionit ishte kaluar ato normat edhe për masat që duhet kishin opinionin e tij modest, detyrimisht në momentin që do vinte në pushtet do jepte një farë do bënte një farë ndërprerje të procesimeve në një mënyrë ose tjetër. Dhe kam përshtypjen ky është momenti ku i gjen veten tani. Mirë, por kjo kishte të bënte me imigracionin e palishëm. Në këtë rast kemi të bëjmë me imigracionin e lishëm. Ky mund të rregullohej edhe me një vendim bipartizan në Kongres. Ju keni absolutisht drejtë. Mos harrojmë që ligji i imigracionit në cilin neve jetojmë edhe funksionojmë si shoqëri, është i njëjti ligj që ka ekzistuar që në vitin 1986. Ndryshime në ligj nuk ka pasur. Sepse në mënyrë që të kemi ndryshime në ligj duhet që të kishim vendim marrje kalim ligji nga Kongresi Amerikan dhe pastaj presidenti zgjidhte firmën, gjë që nuk ka ndodhur që në 1986. Këtu kemi të bëjmë me një farë mënyrë determinime dhe vendime që marrin në mënyrë ekzekutive, që merr në mënyrë administrative brenda parametrave të ligjit 1986, edhe është thjesht një interpretim i kësaj. Dhe unë jam absolutisht dakord me ju. Në qoftë se do të godisnim si qeveri, si shtet, aspektet e jashtëligjshme të migracionit, ajo është mos e normale. Ato e bën çdo qeveri, çdo shtet, çdo parti politike që hyn pushtet merret me të njëjtat gjëra në nuanca ndryshme, por në një farë mënyrë merret me të njëjtat gjëra. Ndërsa goditja që është bërë tani është goditja që në një farë mënyrë ndikon sistemin siç thatë ju, sistemin e ligjshëm të bashkimeve familjare, sistemin e ligjshëm të emigracionit. Ajo është problematike, do mbetet problematike për ne. Po atëherë mbi bazë ligjore mbështetet ky vendim i administratës. Ajo është interesante. Unë, si avokat, do analizoj do thosha që nuk ka bazë ligjore. Nuk ka asnjë bazë ligjore që ndikon bashkimin familjar. Nëse unë si avokat jam duke bërë një bashkim familjar në emër të një klientit ton, në emër të një antarit komunitetit, në emër të një shqiptari, ku po mundohet sjelli këtu nënën, babain, motrën, vllajin, fëmijët, çfarëdo që të jetë situata. Dhe këto janë situatat e bashkimeve familjare që kemi. Dhe thjesht me urdhër ekzekutiv ose me deklaratë të Sekretarisë së Shtetit në këtë rast. Kemi një prononcim nga Sekretaria e Shtetit që thotë që shqiptarët apo shqiptarët Malzi, apo shqiptarët e Kosovës, apo shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë aftësi të bëjnë me bashkime familjare. Ai grupim, ajo ndarje, dhe ai lloj vendimi dhe interpretimi i ligjit është pa bazë. Nuk ka asnjë lloj baze ligjore ku mund mbështetet një diçka e tillë. A ka autoritet Sekretaria e Shtetit
të Amerikës të marrin vendime të tilla, po deri në farë pike mund të bësh argumenta që po, ka autoritet. Se përgjithësi ka autoritet që kur ta jep vizën. Absolutisht. Në një farë mënyrë çdo halk e sistemit të migracionit ka aftësi të ndalojë dhënien e vizës. Për shembull, kur je në kufi, në momentin që ty hyn në kufi, pa rëndësi ka nëse je me vizë turistike, ose me çfarë vizë, emigracioni, vizë jo emigracioni, pa rëndësi ka. Oficeri që të bën kontrollin në kufi ka aftësi të ndaloj, ka aftësi të kthejë mbrapa, është të drejtat tona, edhe të drejtat tona si qytetar amerikan, si shqiptar amerikan që jemi. Edhe me ne që kemi pasaporta, të drejtat tona në kufi janë të reduktuara. Dhe ato reduktimi vjen nga nga ligji që kemi, ligji që ekziston, që ka ekzistuar 186-ën, nga vendimet e gjykatës lartë që thonë që kemi të drejtat reduktuara në gjëra të tilla. Kështu që detyrimisht si proces e drejta ekziston, deri në farë pike ka aftësi qeveria që të prononcohet në drejtive të tilla. Por vendimarrja është pak e çuditshme. Vendimarrja nuk është e bazuar në ligj. Vendimarrja është bazuar në një koncept që mbase është, për mendimin tim, për opinionin tim modest, është krejtësisht jashtë normave, që thotë që këto sërime shtete janë problematike për një arsye fiktive ose një tjetër. Jo, arsyet që thonë, sipas tyre është se rëndojnë ekonominë amerikane pasi janë persona të cilët nuk aktivizohen, nuk futen në punë, jetojnë me social security. Unë e di ka raste për komuniteti shqiptar është punëtor përgjithsisht. Zoti Rafael, ju keni absolutisht drejt, jam 120% dakord me ju, por mos të më shumë. Shifrat që dolën, që përdorën nga qeveria dhe që në një farë mënyrë po glojnë në rrjetet sociale, janë krejtësisht jashtë normave. Nuk mund të themi që ka 46% shqiptarëve që jetojnë me ndihmë ekonomike këtu në Amerikë. Ajo është absurde ta mendosh, që thuash që shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Malizit dhe Maqedonisë, janë 46% e tyre jetojnë me ndihmë ekonomike, do të thotë që 1 në 2 veta po merr ndihmë ekonomike. Kështu mes neve të katërve këtu, mes me dhe jush, me zotin Ganivila dhe kameramanit ton, 2 nga 4 net mundshmit po marrin ndihmë ekonomike nga shteti amerikan, kjo është absurde ta mendosh. Këtu nuk hyn qytetarët në shtetasit amerikan, ata që kanë pasaport. Po këtu bëhet fjalë për personat cilët janë në procese sipër, sepse në këtë mes, ku flasim për viza emigracioni, unë kuptoj që janë bashkimet familjare, janë personat të cilët kanë ardhur me lotarin amerikane, që ka një bazë, një synim tjetër për të balancuar origjinën e popullsisë. Dhe fakti që ka më shumë nga Shqipëria, kohët e fundit, apo nga Kosova, është fakti që për një periudhë gjatë periudhës komuniste nuk ka pasur emigracion nga kjo. Shtetet e Bashkuara me anë të këtij ligji, me sa di unë, kanë tentuar të ruajnë përqindjet e raporteve të origjinës së popullsisë edhe të racave. Një farë mënyrë është filozofia mbas sistemit të llotarisë amerikane, ku janë edhe numrat në sistemin e llotarisë amerikane janë të proporcionuara me çdo shtet dhe absolutisht fakti që shqiptarët nga periudha komuniste nuk kanë pasur aftësinë që të emigrojnë në Amerikë, ajo është absolutisht e vërtetë. Por ta na sjellten edhe ai botëkuptimi juaj është i drejtë dhe analiza juaj është e saktë, ku thoni që nuk po flasim për qytetarët amerikanë, po flasim për ata që janë të ardhur këtu. Po unë do të shtoja aty që ajo analizë pasaj bëhet edhe më komplikuar në lidhje me a është e drejtë analiza që bën Sekretaria e Shtetit amerikane apo jo. Për arsye se për ata që nuk janë qytetarë amerikanë, është shumë herë më vështirë, për mos thënë praktikisht e pamundur në shumë aspekte të ndihmave shoqërore që të përfitojnë prej tyre, duke qenë se nuk janë qytetarë amerikanë. Social Security ti nuk merr dot ndihmë nga ana e Social Security edhe sikur duash nëse nuk je qytetar amerikan. Kështu që argumenti që grupi që po vjen tani, grupi i ri, ato që në një farë mënyrë po vinë nëpërmjet bashkimeve familjare, ata janë ata që po abuzojnë sistemin, është pa bazë në realitet, është pa bazë në ligj. Opinionet kanë qenë për të administratës Trump që krijohet një zinxhir emigracioni. Pra, në qoftë se unë sjell prindrit e mi sjellin vllajin tim, vllai im sjell fëmijët e vet, kështu krijohet një zinxhir. Ndoshta synojnë nëpërmjet këtyre masave të bllokojnë këtë. Shiko, ajo është dhe ai ka qenë prononcimi gjatë gjithë fushatës elektorale. Dhe deri në një farë pike mbase është e vërtetë që ekziston ai zinxhir ekziston në mënyrë logjike për arsye se ashtu është ndërtuar ligji i emigracionit, ku
unë si individ kam aftësi të sjell prindit, kam aftësi të sjell vëllezërit dhe motrat, kam aftësi të sjell fëmijët. Por, nëse realiteti do ishte aq i hidhur saç u prononcuam gjatë fushatës elektorale, dhe tani po mundohemi ta bëjmë atë realitet praktik, do kishim akoma emigracion nga Italia. Do kishim akoma emigracion të tillë nga Irlanda, nga Gjermania. Por ato emigracione kanë mbaruar. Do kishim emigracion nga Greqia, do kishim emigracion nga gjithë ato vende që në një farë mënyrë sohen grupe etnike këtu para se të vinim ne si shqiptar. Por ai emigracion ka mbaruar, pse? Nuk ka mbaruar se ka mbaruar vëllezërit dhe motrat, nëna dhe baballarët të tash, por ka mbaruar në mënyrë vetvetiu në mënyrë normale, sepse edhe periodat kohore që kemi nuk funksionojnë në mënyrë logjike. Nuk është se vjen ti si emigrante dhe nesër sjell prindit, pas nesër sjell motrën dhe vllajt. Ato janë perioda gjata kohore. Për të sjell prindrit ty të duan 2-3 vjet. Për të sjell fëmijët duan 2-3 vjet, por për të sjell motrën dhe vllajin duan 15 i dashur. Ke parasysh, kështu që realisht pastaj nëse do bësh atë njëjtën analizë pastaj për ata vëllezërit dhe motrat që po vinë, që cilën ata fëmijët e tyre më thetash, duhet bëhen kur vinë me green card, duhen 5 vjet që të bëhen qytetar amerikan minimalisht nëse kanë aftësi të mësojnë gjuhën, nëse kanë aftësi të mësojnë historinë, më thetash gjithë ato të përmbushin gjithë kriteret që duhet të përmbushin. Po flasim për dekada e dekada të tëra. Kështu që të bëjmë një analizë tillë që na thotë që thjesht sepse duam të ndalojmë këtë zinxhirin, do i vëmë zjarrin në farë mënyrë proceseve ligjore të imigracionit që kemi deri më sot, që ka funksionuar fundi e fundit. Ka funksionuar sepse imigracioni ligjor në Amerikë nuk është pjesë e problemit. Edhe republikanët, edhe presidenti nuk është ankuar ndonjëherë për emigracionin ligjor. Ankesa, edhe nëse është ankuar për emigracionin ligjor, ajo është ankesë pa vlerë. Ankesa duhet jetë ke ato të jashtëligjshmet, dhe jashtëligjshmja është çfarë duhet luftojmë gjatë gjithë kohës. Të dashur teleshikues, po e ndërpresim këtu për një pauzë publicitare. Do të kthehemi pas pak në studio me avokatin Renis Nushaj.